mendoj që njerëz duhet me qenë sinqert që aty ku punojnë. Kom pas kolegë dhe kolegë të cilët kur janë tregu të sinqert dhe vetvetja, për mu ka qenë shumë ma lehtë me ju adresu dhe me zgjidh problemet. Momente që s'janë sinqert, edhe ti si menaxhere mandej ndihesh e shfrytzuar, edhe të hup besimin që atë person edhe ai person mandej e ndin që ti e din kush është ai person. Domethënë për një raport të shëndosh është rëndësishme ti besoni njëri tjetrit. Absolutisht, mi besu, me njoh njëri tjetrin edhe me ditë kufizimet. Për shembull, unë kam kolegë dhe tash e kanë orarin pak më të kufizuar, kanë nevojat brenda familjare. Pse me rraj dikush me thon jam smut ose diçka ku shkon me marr fëmijën në qerdhe. Ki nevojë me marr fëmijën në qerdhe, burr, gru, tregoj menaxhmentit e njofton në rregull. A mundesh me kompenzua atë kohë, as mundesh me kompenzua çështje tjetër, mandej. O çashtu, je sinqert. Du me marrë një ditë pushim, s'po m'dilet në punë në rregull, du me punu një ditë për shtëpisë në rregull. Nëse nuk e dëmton frymën e përgjithshme. Nëse një person vazhdimisht qet pengesa, bëhet dekurajim mandej për persona tjerë.